Atëherë nuk mund të jesh në të njëjtin vlerësim, pra aty tek ai trajnimi i madh, tek ajo diploma, tek ai distributori, nuk mund të jemi njësoj. Pra ti që vjen me këtë lloj backgroundi dhe një student 19 vjeç që e ka kap kafkën me dorë dhe e ka ndjerë çdo gjë, apo jo doktor? Jemi në Instagram dhe ajo të shit. Megjithatë, një fenomen është dhe tjetër, që tek profesionistët injektor apo të çuditshëm që i quajmë kështu, kanë ngelur ata më të varfrit. Pse? Sepse trendet edhe marketingu dhe në Instagram shkojnë për klinikat super gjigante, që janë investime super gjigante. Po për ka shumë drejt kjo. Është trend. Po se janë apur klinikat doktore Shetela. Modeste. Se që janë bërë ca klinika që s'ka si doktor brenda. Për 25 vitesh, kanë bërë të gjitha trajnimet e mutur që nga cadaver course, të gjitha. Ua, qa klinika. Një klinik modeste. Qa bëjnë ato, pasroj lek, qa bëjnë? Kurse, trendet e fundit janë që këto shkojnë të retorika. Edhe unë modeste kam klinikën. Klinika gjigande, pa doktor brenda. Klinika për 2 vjet. Klinika që na për 2 vjet. Si e marrin titullin klinik, të lutem? Ato janë trende dhe të shkojnë një Si e marrin titullin klinik? Ta diskutuar që ka një mjek që ka licencën në dispozicion. Kjo është një temë që unë mendoj duhet diskutuar. Kjo është skandaloze. Kjo është skandaloze tani. Po se si rrini rehatu, nuk e di. Po se si rrini kaq mirë njerë, unë se di fare. Jo, e keni parë se çfarë aparaturash moderne të... Po, 1 milion euro. 1 milion euro. 1 milion euro. Stratosferike. Nuk konkuron do të kur. Po, njerë. Gjitha llojet e lazerave. Dhe që e kam bërë kështu me bamburëra, me bambuqëra që janë. Ornela, e di sa bën një lazer? 150. Po. Mirë. I mirë. Efikas. Sa të është dashur ta marrësh lazerin ke klinika? Jo, unë kam një lazer që e kam marrë me leasing. Leasing për marim dhe ne. Unë edhe e kam marrë akoma. Edhe fotobinderin të dermatoskopis me cilën punoj, që kushton, dhe më atë e kam marrë me leasing. Pra, që ta kuptosh ti. Nuk arrin kur ti përballosh çmimet. Që ta kuptosh ti, Erion, dhe që ta kuptojnë të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente, panajiri që do të bëhet javën e ardhshme në datën 17, 18 dhe 19 prill në Pallatin e Kongreseve do të mbledhë pikërisht profesionistët dhe do të ketë çdo orë trajnime dhe trajtime me produktet më ekselente dhe me distributorët që janë brende kyçe në këtë industri. Prandaj që të kuptoni se e bukura vjen nga kujdesi, ju duhet të shkoni ke profesionisti dhe ky debat nuk ishte për t'i bërë reklam asaj gjës që lodhem dhe e bëj unë, por ishte për t'i dhënë zë atyre njerëzve që meriton të kenë vëmendjen, respektin ton, por edhe ato të ardhura që nuk i kanë akoma, por që ju i çoni në vendin e gabuar, duhet shkojnë në vendin e duhur, që ju të ndiheni të sigurt. Po, jo vetëm të sigurt, po, mos i shkoj buza shtrëmbër, se duken më të shëmtuar. Mirë, unë jemi te mesazhet, kemi thënë që një mesazh ose brenda teme ose jashtë teme, si të doni ju? Tela? Unë mund të bëj një mesazh për diçka që më ka prekur këto kohë të fundit. Nuk po ndalem tek ndodhia, po jap një mesazh të gjithë personave që i drejtojnë klinikave të gabuara mjekësore në Tiranë për trajtime dhe për kurime shumë të rëndësishme që nuk kanë të bëjnë fare mjekësinë estetike. Ju lutem mos i besoni mjekëve popullor, mos i besoni ta shquajturave. Po pra, po, ç'ishte ai mjeku që thoshte heq nishanet me djegje, me ç'a ishte?